Here we go, here we fly, sparkle wings way up high, with the rainbows and the stars align. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright, hear a song with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the ones you keep your dream alive. Your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Me goditin e saj magjike, Icy, mbretëresha e dëborës së botës së librit të legjendave, e shndërroi Helian në skulptur akulli dhe e dërgoi në mbretërinë e saj. Flora bëri gjithçka që mundi për t'i mbajtur në vëzhgim. Megjithatë, Icy është më e fuqishme se kur dhe do të bëjë gjithçka të mundet për ta mposhtur Florën. Pa shikoj, ata nuk kanë asnjë mundësi. E mrekullueshme. Tani na trego, Icy. Hey, E po, më mirë të shoh mbretëreshën e akullit në aksion. Vë pas që po e shijon faktin që zotëron gjitha të fuqi. Helia, po vi! Më shpejt! Seriosisht? Kjo është më e mira që ti të bësh? Nuk të kam frikë, Icy, dhe nuk të kam patur kur. Të lutem. Tani je në mbretërinë time, e dashur. Çdo cep i këtij vendi është nën kontrollin tim. Ha? Çfarëdo që të bësh, Icy, unë mund ta përballoj. Jepi. Mund t'ja dalësh. Sepse përsa ko që ti ke Helia nuk shpëton do të kur prej meje. Oh, sa e ëmbël kjo që the. Nuk më intereson asgjë. Totemi! Drer, kthehuni! Më erdhi një ide e shkëlqyer. Sul me copa akulli! Ndoshta ti dhe i dashuri ju duhet të jeni bashkë. Mos ki merak, e dashur, të shoh mirë. Ky i ftoti nuk mund të duroj dot për shumë kohë. E po bën mirë të mësohesh me të. Hë? Ti dhe Helia yti dashur do të ngecni në botën e librit të legjendave. Mund të mos jem në gjendje ta shkri gjithë këtë akull. Por, unë mund të ndaloj Icy në rrugën e saj. Esenca e jetës! Vraponi miqtë e mi, tani jeni të lirë. Ndalo! Ndalo! Po ju urdhëroj! Helia! Të lutem mos u shqetëso, Helia, për pak do të largohemi. Kam mbetur vetëm diçka për të bërë. Po tallesh? Ku shkuan? Ky nuk është fundi. Do të kthehem për ju. Ata po na afrohen vërtet shumë. Por mos harroni, këta njerëz uqër janë të pafajshëm. Nuk duhet i lëndojnë. E drejt. Rini të qetë dhe ruani pozicionin.
them se numri pjesëmarrësve në fest është duke u shtuar apo jo? Ej, grupi, duhet prishim mallkimin. Dhe si, të presim lindjen e diellit? Pyes vete nëse lindja e hënës ka të njëjtin efekt. Ata po afrohen. Sky, do një ide? Oh. Helia, Flora, u kthye. Kemi gjetur dhe totemin. Është e vetmja mënyrë për të prishur mallkimin e njerëzve uqër të Firwoodit. Wow, çfarë ndodhi kështu? Gjërat morën pak ters, zotëri. Oh, Brandon! Sa keq që mbaroj gjithçka, u futa mirë në rol. Oh, Flora, jam kaq e lumtur që je mirë. Por Helia nuk është mirë. Ai se ka ngrirë. Të lutem, Helia, bëj diçka, thuaj diçka. O, Bloom, ai ka ngrirë dhe asgjë nuk po funksionon. Ai nuk po reagon fare. A mund të provosh diçka tjetër? Magjinë time të natyrës funksionoi mirë me librin e legjendave. Esenca e jetës. Oh, Helia. Çfarë është ky përqafim? Po më turburon. Miqtë e mi të dashur, unë jam kryetari i bashkisë dhe ju falenderoj në emër të fshatit Firwood. Dikur jetonin me frikë, por fal jush, mallkimi u prish. Oh, tani mund të festojmë në natyrë, natën. Base duhet ta marrësh pak me më sportivitet, Thoren. Më me pak sportivitet? Po ku do ishte qefi atëherë? Unë kam iden më të shkëlqyer për lojën e radhës. Ejani Wingsa, thjesht prisni derisa të shihni çfarë kam për ju. Në rregull, Stella. Po tani çfarë ke menduar? Prisni. Janë si pinjatat. Shpërtheni topat e dritës dhe do të keni një surprizë fantastike. Stella. Nuk është qef. Kjo është vërtet qesharake. A, vërtet? Të shohim çfarë ditë bësh tjetër. Nuk është aq e shpifur tani, apo jo? Të lutem, e zgjidhun këtë. Është më vështirë nga sa e mendoj Riven, apo jo? Ej, çfarë kërkohet? Duhet të mbledhësh pak veten, kaq është. Surpriz! Për 5 minuta ata do të kthehen në normalitet. Të paktën kështu shpresoj. Shiko, jam i lumtur që u ktheve shoku, por mos u nxito. Ose çfarë?
Flora, prit! Ej, je mirë? Ai ke parë si po sillet Helia kohë të fundit? Ai si ka bërë diçka e di. Ai nuk është i njëjti. Ai nuk është si më parë. E di unë çfarë të duhet. Dëgjoje këtë këngë, Flora. Është si përshafim muzikor. Është e bukur. Mamaja ime ma vinte sa herë isha e trishtuar dhe acaruar. Faleminderit, Mjusa. Do t'ja dalësh. Do ta zgjidh unë këtë. Ka që ti të bëshëriven? Jema, daloni! Nuk do të lëndohet askush. Ne thjesht po shfryhemi. Kështu mendon ti, por tani është koha që unë do të tregoj vendin se ku të takon. Shoku! Loja mbaroj, shoku. Helia! Nuk ka më loja. Mjaft! Helia ndalo! Largohu që këtej, Flora. Ë? Në rregull, mjafton. E janë i djema, koha për ta mbyllur këtu këtë loj. Hiqini duart. E rregulloj unë, faleminderit shumë. O zot, çfarë i ka ndodhur Helias? Qetësohu tani, Helia. E zgjidh unë këtë. Ndalo dhe qetësohu. Helia! Flora, nuk e dija që do të arrinte deri këtu. Më vjen keq. Kontrolli i ngrohtësisë. Po ndjej diçka. Ka një copakulli në zemrën e tij. E dia, është magjia e Ajsit. I ka ngrirë zemrën Helias. Do të përdor flakët e mia të dragojit për ta shkrirë atë copë. Kam frikë se nuk është aq e lehtë, sepse nuk mund të shkrihet me zjarr. Oh. Por duhet të gjejmë një mënyrë tjetër për ta prishur magjinë sa më shpejt. Në të kundërt, akulli do të përhapet në të gjithë trupin e tij dhe do të jetë ngrirë përgjithmonë. Ajsi nuk ka për të fituar kurse si. Unë do ta shpëtoj Helia, ju premtoj. Gjithçka do të rregullohet, Flora. Jo ka shpejt, Flora. Ajsi, si mundet ta bësh këtë? Pra tani Blum, ti e di që më pëlqejnë djemt pa ndjenja. Në fakt, të gjithë ju mund të përdorni pak nga akulli. Prisni edhe do të shihni. Ka për të qenë një natë e gjatë e ftohtë. Vajza, është koha për veprim. Daphne, ninfa e Sirenix. Magjia e wingsave, Blumix! Blum, zana e flakës së dragojit! Mjusa, zana e muzikës. Tekna, zana e teknologjisë. Flora, zana e natyrës. Aisha, zana e valve. Stella, zana e diellit vezullues. Grupi, kërkoni për shtrehim. Këndishin t'jema nga kjo ana te. Nuk ka kuptim t'ja mbathni, Wingsa. Përballuni me fatin tuaj. Tani mjaft me kaq. Flora, prit!
Goditje klorofile! Oh, shiko ku shqen ka! Vorpull i Argavanës! Po shpresoja të vazhdonim ku e kishim lënë. Nuk e kam patur kur rastin për ta bërë këtë! Jo, krahët e mi! Oh. Flora! Ti do ta paguash këtë, Ajsi. Helia, do t'ja dal. Do të jem aty për ty. Oh, ju lutem! Nuk ka akull që flaka ime të mos e shkri. Këtu bie teoria jote, Bloom. Kjo punë e mbretëreshës akullit i është ngulitur në kokë. Miqtë e mi ka nevojë për mua. Po nëse nuk fluturoj dot, Pem, Tok, më dëgjoni? Më ndihmoni nëse mundeni. Zana e natyrës po ju lutet. Po, faleminderit. Mund ta bëj këtë. Ajsi, ta harrosh akullin tani. Pa shiko. Ke ardhur fiks në kohë, Flora. Mbaroj tani, Ajsi. Mbretërimi tënd tani vjen fundi. Si guxon të kërcënosh mbretëreshën e Dëborës? Provo ta mposhtësh këtë. E po, nëse ti kërkon të garosh, atëherë bën mirë të shikosh këtë. Lule pranvere! Wow, pa shikoj atë. Flora, ja dole! Helia! Po, Flora, Oh, Helia, tani e mirë. ti shka më ndodhi? U ktheva në përbindësh. Tani gjithçka mbaroi, Helia. Dhe ti nuk hoqe kur dorë nga unë, Flora. Nuk e humbe kur shpresën. Mjaft, ju të dy tani, duhet të punojmë. Është koha të krijojmë Chelsea e librit të legjendave. Pra, ju e keni gurin e fantazisë së Smeraldit. Por tani na duhet shigjeta e argjend. Të gjithë drejt totemit. Wingsa, kjo na sjell një hap më pranë kyçes për gjithmonë të librit të legjendave. Ja guri Smeraldit. Atëherë shigjeta duhet të jetë diku në totem. Ja tek është. E kapa. Ju lumt, Wingsa, tani guri dhe totemi do të formojnë Chelsea në përbërë prej Smeraldit dhe argjendit. Chelsea librit të legjendave. Unë po ta besoj ty, Bloom. Ajsi! Dua të them, madhëria juaj u kthyet kaq shpejt? Mos guxo të flasësh asnjë fjalë. Fike atë gjë. Nuk dua t'i shoh më kurrë Wingsat. Por motër, ato kanë Chelsea. Isha kaq pranë, por pastaj më mposhtën disa petale lulesh.
lulesh. E po, të paktën ban arom të mirë. Mos u shqetëso Ajsi, libri i legjendave do t'jeti sigurt në kullën e reve. Duhet kalojnë mbi trupat tanë në fillim që të marrin librin. Do ta kërkojmë vetë nëse përpiqen. Duhet mendoj diçka dhe shpejt madje. Ose Asherojnë do të ngelet i kyçur në librin e legjendave përgjithmonë. O zot, çfarë mbrëmjeje. Firudi po që është një fshat interesant. Tani mallkimi është prishur. Gjithçka është kthyer siç ishte. Na duhet një ditë pushim. Madje mendoj që të përfitojmë edhe nga kjo bore bukur. Le të shkojmë për ski. Wow! Fantastike! Wow! Sa bukur! Së shpejti do ta kyçim për mirë librin e legjendave. Wow! Dhe pastaj Triksa do të çmenden. Hop në rrugën! Dora! Hop në rrugën! Po kaloj! Ka shumë vite parë këtë gjë. Tani që e mendoj, njerëzit uqër ishin shumë më pak të rrezikshëm. Tani që Triksat kanë nën kontroll kolegjin fluturues të kullës së reve, ato Savine bëhen më të fuqishme. Wingsat pasi kanë krijuar çelësin e librit të legjendave, do të përpiqen ta kyçin librin përgjithmonë. Por plani i tyre shtyhet kur zbulojnë se hyrja në kullën e reve është më e vështirë nga sa e mendonin.